Dashi. Sot do reflektoni më me kujdes dhe do ndiheni gati për të bërë ndryshime pozitive në jetën tuaj. Do kuptoni se çdo përpjekje e vogël ka rëndësinë e vet dhe do ndiheni më të qetë shpirtërisht. Për ju të dashuruarit, dita sjell momente të bukura dhe plot ndjesi të ngrohta. Do jeni të lumtur me partnerin dhe do vlerësoni çdo çast pranë tij. Ju beqarët do jeni në kërkim të shpirtit tuaj binjak, por ende nuk do e gjeni. Mos humbni shpresën, universi po përgatit diçka të bukur për ju, vetëm prisni me durim. Në punë do ecni përpara me lehtësi, edhe pa shumë mundim. Do arrini rezultate të mira fal këmbënguljes dhe përqendrimit. Financat do jenë disi të ngarkuara për shkak të disa faturave që duhet t'i paguani. Shëndeti, kujdes me stresin dhe ushimin e parregull. Trupi juaj ka nevojë për më shumë kujdes dhe pushim cilësor. Këshilla e ditës, mos e humbni qetësinë përballë pengesave. Reflektimi është armë. Demi. Mërkuri dhe Venusi do ndikojnë pozitivisht në jetën tuaj, duke ju dhënë harmoni dhe qartësi mendimi. Komunikimi do jetë i lehtë dhe i sinqertë, çka do ju ndihmojë të kuptoni më shumë njerëzit përreth. Në dashuri, dita do jetë e mbushur me harmoni dhe mirëkuptim. Partneri do ju mbështesë në çdo hap dhe do ndiheni më të afërt se kurrë. Ju beqarët do keni shumë admirues, por nuk do arrini të vendosni për një person të vetëm. Në punë do merrni shpërblimin që meritoni. Përpjekjet tuaja do vlerësohen dhe kjo do ju motivojë më tej. Financat do stabilizohen ndjeshëm fal kujdesit dhe menaxhimit të mirë. Shëndeti, gjendja fizike do jetë e mirë, por mos harroni pushimin. Një ditë e qetë do ju ndihmojë të riktheni ekuilibrin emocional. Këshilla e ditës, ruani ekuilibrin në çdo aspekt dhe mos e teproni me kërkesat ndaj vetes. Binjakët. Dita do jetë e mbushur me energji pozitive dhe humor. Do jeni shpirti i çdo ambienti ku ndodheni, megjithatë kujdes të mos e teproni me shakara që mund të keq kuptohen. Në dashuri, gjithçka do ecë për mrekulli. Do krijoni kujtime të bukura me partnerin dhe marrëdhënia do forcohet. Ju beqarët do preferoni të njiheni me njerëz të rinj, por pa u përfshirë menjëherë emocionalisht. Do lini gjithçka në rrjedhën e saj. Në punë do tregoheni këmbëngulës dhe të duruar. Çdo hap do jetë i menduar dhe kjo do ju çojë drejt suksesit. Financat do jenë të qëndrueshme nëse ruani kujdesin që keni pasur deri tani. Shëndeti, energjia do jetë në nivel të mirë, por shmangni lodhjet e panevojshme. Një regjim ushqimor i rregullt do ju ndihmojë. Këshilla e ditës, mos u nxitoni të arrini gjithçka menjëherë. Durimi është çelësi i suksesit. Daforia. Dita mund të jetë disi e trazuar, sidomos në marrëdhënie me të tjerët. Do reagoni me impuls dhe mund të lëndoni pa dashje. Përpiquni të ruani qetësinë dhe të mos e ngrini zërin. Në dashuri, marrëdhënia me partnerin mund të përballet me debate të vogla, por asgjë serioze. Ju beqarët do përjetoni një takim të veçantë që mund t'ju ndryshojë humorin. Në punë do ndiheni të mbingarkuar dhe do jetë e vështirë të përmbushni të gjitha objektivat. Mos e lodhni veten më shumë se duhet. Në aspektin financiar, ndikimi i diellit do jetë pozitiv. Do arrini të stabilizoni gjendjen dhe të shmangni gabimet. Shëndeti, kujdes me tensionin dhe gjumin. Një ditë pushimi do ju bëjë shumë mirë. Këshilla e ditës, mos i lejoni nervat të prishin ekuilibrin tuaj të brendshëm. Merrni frym thellë para çdo reagimi. Luani. Hëna mund të ndikojë që sot të jeni më impulsiv dhe të veproni pa reflektuar. Kujdes me fjalët, sepse mund të pendoheni më vonë. Në dashuri, dita nuk do jetë e lehtë. Do lindin mosmarrëveshje me partnerin dhe do ju duhet durim për t'i zgjidhur. Mos e lini krenarin t'ju pengojë të kërkoni falje. Ju beqarët do keni mundësi takimesh interesante, por do ndiheni ende të pasigurt për t'u angazhuar. Në punë, fal ndikimit të Marsit, do tregoheni guximtar dhe të përqendruar. Do shkëlqeni në detyrat që merrni përsipër. Financat kërkojnë kujdes dhe organizim të mirë për të shmangur vështirësitë e mëvonshme. Shëndeti, mos e teproni me lodhjen mendore.
Një aktivitet I lehtë fizik do ju ndihmojë të shkarkoni stresin. Këshilla e ditës, fjalët e buta kanë më shumë fuqi se zemërimi. Zgjidhni qetësinë në çdo situatë. Virgjëresha. Dita do jetë paksa e ngarkuar emocionalisht dhe do e keni të vështirë të shpreheni lirshëm. Në dashuri, marrëdhënia me partnerin do përballet me tensione të vogla për shkak të mungesës së komunikimit. Përpiquni të tregoheni më të hapur. Ju beqarët do tregoheni të duruar dhe kjo do ju shpërblehet me një njohje të bukur në ditët në vijim. Në punë, do zbatoni strategji të qarta dhe do ecni me kujdes. Vetëm durimi dhe përqendrimi do ju çojnë drejt suksesit. Financat do mbeten të qëndrueshme nëse shmangni shpenzimet impulsive. Shëndeti, kujdes me lodhjen mendore. Merrni kohë për të pushuar dhe për të qetësuar. Këshilla e ditës, mos lejoni që frikat ju ndalojë të shprehni ndjenjat. Hapja sjell gjithmonë qetësi. Peshorja. Do jeni shumë të pjekur gjatë kësaj dite dhe nuk do hidhni asnjë hap të pamenduar. Do kuptoni se durimi dhe analiza e ftohtë e situatave sjell gjithmonë fryte. Gjërat do rrjedhin më mirë se sa prisnin. Për ju të dashuruarit, dita do jetë e mbushur me çaste të qeta dhe të këndshme. Do tregoheni të logjikshëm në gjithçka dhe marrëdhënia me partnerin do përmirësohet ndjeshëm. Ju beqarët do kërkoni me ngulm dashurinë e madhe, por ndoshta do ju duhet edhe pak kohë që ajo të vijë në jetën tuaj. Mos u nxitoni, sepse çdo gjë e bukur kërkon përgatitje. Në punë do shikoni qartësisht rrugën që duhet ndjekur. Mbështetja e miqve dhe kolegëve do jetë vendimtare për të arritur suksesin. Financat do jenë më të qëndrueshme se më parë dhe mund të përfitoni nga disa mundësi që do shfaqen papritur. Shëndeti, do ndiheni mirë, por mos e lini pas dore pushimin. Pak më shumë kujdes me shpinën dhe tensionin nervor, sidomos në orët e pasdites. Këshilla e ditës, mos u nxitoni të arrini majat. Ecni me hapa të sigurt, sepse sukseset e vërteta ndërtohen me kujdes dhe përkushtim. Akrepi. Nëse dëshironi që ditat ju ecë sa më mirë, përpiquni të gjeni ekuilibrin mes asaj që jepni dhe asaj që kërkoni. Mos harroni se dashuria dhe puna kërkojnë vëmendje të ndërsjellë. Për ju të dashuruarit, mos qëndroni indiferent ndaj ndjenjave të partnerit. Kujdesi I munguar mund të lërë hapësira të panevojshme që dikush tjetër t'i mbush. Përpiquni të jeni më të hapur, më të butë dhe më pranë atij që doni. Beqarët do kenë mundësi të bukura për njohje dhe ndoshta një person I ri do ju bëjë të besoni sërish tek ndjenjat e vërteta. Në punë do bashkëpunoni mirë me kolegët dhe çdo gjë do ecë sipas planeve. Do ndiheni të motivuar dhe të suksesshëm. Financat kërkojnë pak më shumë organizim, sepse vetëm kështu do shmangni problemet dhe do siguroni stabilitet. Shëndeti, mos e neglizhoni trupin dhe mendjen. Keni nevojë për pak pushim dhe ajër të pastër. Një shëtitje e qetë do ju ndihmojë të çlironi tensionet. Këshilla e ditës, mos harroni të jepni dashuri dhe vëmendje. Ato kthehen gjithmonë me shumë fish. Shigjetari. Edhe pse pa dashur, sot do ju mungoj pak durimi dhe do reagoni më shpejt se ç'duhet. Kujdes me fjalët, sepse mund të lëndoni njerëz që ju duan. Për ju të dashuruarit parashikohet një ditë delikate me disa debate të vogla për shkak të kokëfortësisë. Mundohuni të ruani qetësinë dhe të mos e lini egon të dominojë. Beqarët do tregohen të kujdesshëm në takime të reja dhe do përpiqen të mos ushqejnë iluzione të gabuara. Në punë do jeni më të pavendosur se zakonisht, por do gjeni mbështetje nga një person me përvojë. Mos e humbni motivimin, sepse mundësitë e mira janë pranë. Financat do mbeten të qëndrueshme, madje do mund të ndihmoni edhe ndonjë familjar në nevojë. Shëndeti, kujdesuni më shumë për trupin. Mos harroni të pini ujë dhe shmangni lodhjen e tepërt fizike. Këshilla e ditës, kujtoni se fjalët kanë fuqi të madhe. Përdorini për të ndërtuar ura, jo për t'i rënuar ato. Britsjapi. Hëna dhe Marsi do jenë aleatët tuaj gjatë kësaj dite, duke ju dhënë forcë, energji dhe qartësi mendore. Do dini të shpreheni saktë dhe të merrni vendime të zgjuara.
Për ju të dashuruarit, dita do jetë e mbushur me dashuri dhe ngrohtësi. Partneri do ju mbaj pranë si diçka të çmuar. Në mbrëmje mund të ndodhë një surprizë që do prek zemrën tuaj. Beqarët do tregohen më të hapur ndaj ftesave dhe mund të fillojnë një histori që do ketë perspektivë të gjallë. Në punë do jeni të sigurt në çdo hap dhe do arrini të impononi mendimin tuaj me diplomaci. Gjërat do ecin për mrekulli. Financat do përmirësohen ndjeshëm dhe është moment i mirë për të bërë investime afatgjata. Shëndeti, do ndiheni të fortë dhe plot energji, por shmangni streset e panevojshme. Kujdes me ushimin e tepërt në darkë. Këshilla e ditës, mos kini frikë nga përgjegjësitë. Ato janë prova që ju tregojnë sa të aftë jeni për të fituar jetën. Ujori. Dita e sotme do jetë e mbushur me energji pozitive dhe momente pajtimi. Do tregoheni më të duruar dhe më të hapur për kompromis. Nëse jeni në një lidhje, komunikimi me partnerin do jetë i qetë dhe i sinqert. Do mund të flisni hapur për çështje që më parë ju dukeshin të vështira. Beqarët do kenë shumë mundësi për takime dhe njohje interesante. Ndoshta dikush nga e kaluara do shfaqet sërish për t'ju vënë në mendime. Në punë do jeni më të përqendruar dhe do krijoni lidhje të vlefshme profesionale. Kini kujdes të mos tregoheni të ngadalshëm, sepse mund të humbni disa mundësi. Financat do përmirësohen ndjeshëm dhe do mund të vendosni më në fund rregull në shpenzime. Shëndeti do jetë i mirë, por mos e neglizhoni trupin. Një pushim i shkurtër ose një aktivitet i lehtë fizik do ju bëjë mirë. Këshilla e ditës, mbani hapur mendjen dhe zemrën. Disa ndryshime vijnë për t'ju sjellë më shumë dritë në jetë. Peshqit. Venusi dhe Mërkuri do jenë mbrojtësit tuaj sot, duke sjellë fat dhe harmoni në çdo fushë. Në dashuri, edhe nëse dikush përpiqet të prishë qetësinë tuaj, nuk do ja dalë. Lidhja me partnerin do forcohet dhe do flisni për plane të përbashkëta që lidhen me të ardhmen. Beqarët do jenë të qetë dhe të lumtur me mënyrën si po rrjedhin gjërat. Një takim i papritur mund të zgjojë emocione që si kishin ndjerë prej kohësh. Në punë do tregoni profesionalizëm dhe përkushtim. Objektivat që dikur dukeshin të parritshme, sot do duken më afër se kurrë. Financat do përmirësohen ndjeshëm dhe do dini të menaxhoni çdo fitim me mençuri. Shëndeti, do jeni në formë të mirë, por përpiquni të flini më shumë orë dhe të shmangni streset e kota. Këshilla e ditës, besoni në intuitën tuaj. Ajo është udhërrëfyesi më i saktë drejt zgjedhjeve të duhura. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.